Përshëndetje të nderuar shikues, ju adhurues të basketbollit. Po e hapim gjirën e tretë për kredit Superligës me duelin të ndërmjet Borës dhe Go Plus Pejës. Duel ky parapartë zhvillohet në Prishtinë, megjithatë vazhdojnë problemet me palestrat kosovare. Palestra njëtëtori në Prishtinë vazhdon të jetë nxënë nga KQZ-ja dhe kjo do të vazhdon deri me 12 nëntor, gjë që është dukshme që edhe në qytetet e tjera do të vazhdojnë këto probleme. I rikthehemi ndeshjes, po shohim rësterin e skuadrës së Pejës, është Skyler Flatton, Musab Mala, është Green, Edwards, Hajdari, Johnson, Berisha, Armstead, Ademaj, Salapegulli, Hammond dhe Nila. Ndërsa në anën tjetër tek Bora kemi Singleton, Ukajn Mehmedin, Planën, Zeqirin, Kurtajn, Jules, Jackson, Taylor, Mekic, Povci dhe Jetmir Zeqiri. E pam që sot trajneri i skuadrës së Borës do t'jetë Lërik Klokoqi, trajneri i cili edhe ishte shpallur trajneri më i mirë i vitit kaluar në Kosovë nga Federata e Basketbollit të Kosovës. Kjo është pesja startuese, Singleton, Mehmedi, Jules, Mekic dhe Zeqiri, për arsye që tashmë jo zyrtarisht dihet që Ljubomir Minqev nuk është më trajner i Borës. Në anën tjetër shohim Mala, Green, Johnson, Berisha dhe Herndon startojnë tek skuadra e Pejës. Thash jo zyrtarisht dihet tashmë që Ljubomir Minqev nuk do t'jetë trajner i Borës pas dy humbjeve në dy xhirot e para. Skuadra e Borës realisht nuk pati edhe paraqitje të mira në këtë ndeshje, vjen pas disfatës që e pësoj kundër Sigal Prishtinës 94-81, edhe pse ishte rezultati ngushtë në fund të ndeshjes. Sigal Prishtina e dominoi atë ballafaqim plotësisht dhe vetëm në fund kur u inkuadruan lojtarët e ri, skuadra e Borës e shfrytëzoi në maksimum për të shkrirë rezultatin. Në anën tjetër, skuadra e Pejës ka treguar paraqitje fantastike në dy xhirot e para. Fillimisht këtu në Minatori arriti atë fitoren e madhe ndaj kampionëve në fuqi Trepçës, duke treguar një paraqitje me të vërtet fantastike, e më pas edhe në kuadrët e xhirës së dytë, ndeshje e cila u zhvillua në 13 qershorin në Tiranë. Skuadra e Pejës arriti që të marrë fitoren kundër Golden Eagle Yllit në një ndeshje e cila ishte e barabartë deri në çastet e fundit, gjithsesi pejanët arrin të marrin fitoren në fund. Do të kemi 1 minutë heshtje për ndër të Arben Fondal. Atëherë sot me trishtim komuniteti i basketbollit e mori lajmin për ndarjen nga jeta të Arben Fundajt, ish lojtar, ish antar i bordit të Golden Eagle Yllit dhe ish antar i bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Skuadra e Golden Eagle Yllit e dha njoftimin disa orë më parë, ndërsa edhe ne në emër gjithë stafit shprehim ngushëllimet më të sinqerta për familjen Fundaj, të afërmit e tij, por gjithashtu edhe komunitetit të basketbollit. Një punëtor për shumë vite ka kontribuar në basketbollin kosovar, humbje e madhe për komunitetin tonë. Tashmë starton edhe ndeshja. Sulmi i parë do të zhvillohet nga lojtarët e Pejës. Johnson tek Berisha. Një top i humbur nga Dardan Berisha. Mekic niset në kundërshton, bukur ai top. Asiston Mekic për Jules. Berisha. Edhe një top i humbur, mbrojtje e mirë. Edhe një ngulitje tjetër.
Starton furishëm skuadra e Borës me shumë më tepër energji se sa në dy ndeshjet paraprake, teksa po e shohim super aktiv trajnerin Lorik Klokoqi. Vjen tentimi për 3 pikë në anën tjetër i pejanëve. Është Green ai që tentoi, por nuk arriti të realizon. Singleton, pasim si është i gabuar i ti, bajnë brëndësin pejanët. Mala do të ndalet për 3 pikë, nuk arriti të realizon. Edhe një tjetër top i fituar nga skuadra e Borës që sot luan në cilësinë e vendasve. Mekic. Ka faul në sulm gjatë atij bloku nga Jules. Shohim edhe një herë momentin në faulit në sulm, teksa ishte aksioni parë në ndeshje, 2 ngulitje nga Jules qysh në start. Energjike skuadra e Borës. Johnson. Ka blokad. 2 herë blokohet Hamdan. Fillimisht ishte gjithçka e pastër, e shohim edhe një herë nga Mehmedi e Zeqiri, e më pas në herën e dytë Jetmir Zeqiri shkakton faul që jep 2 gjuajtje të lira qendrës Alan Herndon. Qëllën në tentimin e tij të parë për t'i realizuar pikë të para të skuadrës së Peës, që nuk e nisi në mënyrën më të mirë këtë ndeshje. I saktë edhe në të dytën. Singleton. Tek Zeqiri. Sim i gabuar i Zeqirit. E shohim në plan të parë edhe trajneri Lorik Klokoqi e përmenda në fillim që është shpallur trajneri më i mirë i vitit të kaluar pra nga Federata e Basketbollit të Kosovës në ceremoninë e laureatëve. Kjo erdhi fal punës së tij të mirë duke udhëhequr skuadrën e klubit të femrave pra të Prishtinës, duke fituar edhe Ligën Unike, ndërsa Lorik Klokoqi i ka udhëhequr edhe Vashat U18 që përfunduan të parat në divizionin C. Ka pasur suksese me femrat, ndërsa sot heq skuadrën e Borës. Lëvizje e bukur nga Adem Mekic, nuk arriti të realizon nga gjysmë distanca, topi në duart e Hamdan. Berisha, Johnson, Malja. Berisha, Green. Nuk shkon ai top të Green. Singleton, tek Adem Mekic. Bukur ai topi Mekic për Zeqirin. Në gjumë mbrojtja e Peës, Jetmir Zeqiri plotësisht i vetmuar. Teksa në anën tjetër vjen trishja e Dardan Berishës për 6-5. Zeqiri tek Singleton. Vjen tentimi për 3 pikë, Singleton i përgjigjet me një herë trishës së Berishës me trishe. Edhe një tjetër top i vjedhur shkurt për Johnson, lufton bukur ai top të Hamdan. Deri në fund realizojnë pejanët 9-7. Tashmë 4 minuta nga fillimi i ndeshjes. Mekic deri në fund shkon, qëllon
Johnson bukur tek Green, deri në fund realizon, ndërsa ndalet edhe me personale Green. Shohim edhe njerë, ndërsa ishte personalja e Adem Mekic. Në lojë Malcolm Armstead që shkëlqeu në duelin e fundit kundër Golden Eagle Yllit. 18 pike, 7 asistime, ishte fantastik. Malcolm Armstead, një motor i vërtet i skuadrës së PES dhe definitivisht më meritori për atë fitore ndaj Yllit. Ullet pushon kapiteni Dardan Berisha. 11-10 është rezultati. Përsi minimale skuadrës së Borës, Adem Mekic, mbrojtje e mirë nga Armstead. Musab Mala tek Johnson që ndalet me personale. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Isak në tentimin e par Jordan Johnson. Isak është edhe në të dytën. Singleton. Daljen në gjysmë distancë, mbrojtje e mire Musab Malës e blokon debërtim Singletonin. Mala në debërtimin deri në fund. Musab Mala pas mbrojtjes së mirë realizon edhe në debërtim. Zëqiri Mekic. Ka faul. Është Hendon ai që ka shkaktuar personale. Jules ullet. Është Jackson për herë të parë sonte në lojë. Mekic. Nuk shkon pasimi për Zëqirin, më i fortë se që duhet. Jordan Johnson. Bukur asiston për Green. Asistimi me të vërtet perfekt. E pa në anën e kundër Jordan Johnson që po shkonte drejt koshit. Green për të realizuar tashmë iniciativë skuadrës së PES që e ka marrë avantazhin 11-16. Janë edhe 4 minuta e gjysmë deri në përfundim të çerekut të parë. Edhe pse nisi me shumë më tepër energji se sa në ndeshjet e fundit skuadra e Borës. Singleton tek Jackson i cili nuk e kontrollon pasimin. Nuk arriti të kapa top, përfundojnë jashtë. Si përpejen që ta thellon edhe më tepër Ebersin. Johnson. E pa në korner edhe Malcolm Armsteadin. I haruar plotësisht i lirë, pa problem, nuk den të falë, po ta ketë gjitha të hapësirë. 11-19. Ebersi prej 8 pikëve e skuadrës së PES që ka marrë kontrollin e ndeshjes tashmë. Singleton. Rën Ukaj në mesin e dy lojtarëve, realizon Ukaj pikë të tij të para. Johnson. Edhe një tek Armstead, ishte larg, nuk tentoi për 3 pikë. Armstead kërkon hapësirën për të debërtuar.
E këthen të Green, 3 sekunda. Nuk do të ketë kohë për diçka tjetër, por nuk ka problem. Vjen treshja në sekundën e fundit të aksionit nga Green. Për 13-22. Mekic. Bukur tek Ukaj e ka shkelur vijën, është dyshe dhe jo treshe. Gjithsesi, minti këtë radhës nga Ron Ukaj, që i përgjigjet ish skuadrës së tij. Tim që u transferua pikërisht nga Pea në tentimi Armstead. Sajroja dhe nuk arriti të qëllon. Dërsa ka faul nga Armstead, e pam të ngriten banka e skuadrës Borës dhe kërkojnë faul jo sportiv. Realisht, e pam një kapje nga Armstead, por referët nuk e pan. Pa në repriz, por nuk u kërkua challenge për këtë rast. Teksa Ron nuk a i tenton edhe një herë, kësaj radhe nuk është i sakt. Jordan Johnson, deri në fund shkan, realizon, dalet edhe me personale. Playmakeri Johnson që me të vërtet ishte fenomenal deri në këto momente me asistimet e tij, 4 asistime të Johnson, se cila më mirë se tjetra, ndërsa tani realizon edhe pikën e 4 të tij. Kemi zëvendësim në të dy anët. Arti Hajdari në lojë në vend të Musab Malës, si dhe Taylor në vend të Adem Mekic, e ullët pushon edhe Rezart Mehmeti në vend të tij në lojë. Është rikthyer Jetmir Zeqiri, sa Jordan Johnson ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Qëllon edhe nga gjuajtja e lirë Jordan Johnson për të krijuar rëbërsim prej 10 pikëve tashmë tek skuadra e Peos, 15-25. Janë tentimi në anën tjetër nga Singleton, nuk është i sakt kësaj radhe në treshe. Jordan Johnson, bukur, depërton në mesin e dy lojtarëve, gjen atë korridorin për të qelluar pika e 6 e Jordan Johnson. 15-27, tashmë vetëm po thellohet ebërsia e pejanëve. 12, Taylor do gjuan për 3, e shkurtër gjuajtja e tij. Ka faul ndaj Skylar Fletton. Shohim edhe një herë momentin. Faulin ndaj Fletton. Tashmë në bonus është skuadra e Borës, 5 personale ekipore. Dhe 2 lira duhet janë për Skylar Fletton. Qëllon tentimin e parë Fletton. Në të dytën nuk është i sakt, me Ilgarti në kërcim, Ron Ukaj. Singleton. Taylor. Ka presionin e Fletton. Zeqiri, juan 1-1 me çfarë blokade e Green, por është faul. E shohim edhe një herë. E blokoi gjuajtje të Jackson Green, por si pas referve ishte personale. Nuk qëllon në tentimin e parë. As në të dytën nuk është i sakt. Mbetet 15-28, në pak se 1 minutë gjysmë deri në përfundim. Edhe një herë, shëni depërtimin e
Jordan Johnson nuk realizoi, po nga plani i dytë erdhi Green për ta përmirësuar dhe thelluar në 15 avantazhin e skuadrës së Pejës. Ukaj pa faul. Personalja e rën Ukajt në sulm, teksa e shohim edhe një herë ngulitjen e bukur të Green që ulet për pushuar paksa Edwards në lojë në vend të tij. 8 pikë e 2 kërcime nga Green. Sa 1 minutë deri në përfundim të çerekut të parë. Bukur ai top tek Edwards e kthen tek Arti Hajdari. Lëvizje mashtruese, tentim për 3, nuk është i saktë Hajdari. Sa është Jackson me lartë në kërcim. Singleton. Taylor është duke luftuar Jetmir Zeqirin në kosh me Armsteadin, por nuk pishkon pasimi kësaj radhe por edhe një herë nuk realizon. Armstead dëgjuan për 3 pikë, nuk është i saktë. Jackson kontrollon gjithçka edhe një herë në kosh. Taylor. Taylor bukur asistant e Jetmir Zeqiri, i cili kësaj radhe në kuqve përfundon në çereku i parë me embërsit prej 13 pikëve të skuadrës së Pejës, 17-30, edhe pse e nisi në fillim mirë me shumë energji skuadra e Borës, gradualisht e pa Pejën të e marrë kontrollin e ndeshjes dhe të krijon embërsin deri në plus 15, por me pikët e Jetmir Zeqirit përfundojnë 10 minutat e para dhe embërsim prej 13 pikëve të skuadrës Pejës. Rikthehemi pas pak me çerekun e dytë. Aydın qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape logarin TikTok, ngam tivu. Hape logarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O ish breski nevoj për këtë punë bank me shku, ngam tivu. Banka Procredit. Goti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi me çerekun e dytë, pra 17-30 pas 10 minutave të para, topi i parë kësaj radhe në duart e vendasve. Theksoj edhe një herë për shkak të problemeve me palestër. Kjo ndeshje po zhvillohet në minatorin, mbrojtje fantastike e Arti Hajdarit, por jo edhe shumë i koncentruar në sulm. Vijnë pikët e Adem Mekis, u shkojnë deri në fund ndaljet me personale. Sot skuadra e Borës e ka mungesën e Amin Hotit, i cili nuk figuron as në roster, gjithsesi është këtu bashkë me skuadrën, duke që ka besuar një lëndim. Do të jetë edhe një gjuajtje e lirë për Adem Mekiqin. Shkurtër gjuajtja, topi në duart e Edwards. Armstead.
Fletton, edhe një Armstead. Armstead. Edwards. Ka presion në mbrojtje. Nuk po lejonin hapësira kësaj radhe lojtarët e Borës për pejanët. Gjithsesi, 2.8 deri në fund të këtij sulmi. 2 sekonda e 800. Armstead, rikthehen tek Ardan Berisha. Duket që ka shkelur vijën kapiteni. E ka shkelur vijën. Top i humbur. Mekic. Adem Mekic tek Zeqiri. Edhe njerë të në topin tek Adem Mekic. Jules zgjedh të shkon vetë deri në fund. Ka faul ndaj tij. Edwards ka shkaktuar personale. Edhe të kemi zëvendësim tek skuadra e Peos. Ka ditë të futet në lojë Jordan Johnson. Teksa Arja Hajdari do të ullet. Shumë mirë po funksionon skuadra e Peos në momentin kur po luajnë Johnson e Armstead, të dy playmakerët janë në fush. Pra trajneri Gibson e rikthau me një herë Johnsonin. Nuk e la gjatë pushon. Jules shëllon për 21-30. Ullet edhe Fletton, teksa Green kthehet. 10 pikë të Green deri më tani. Është shënuesi më i mirë tek PA Jordan Johnson, bukur tek Edwards, shkon deri në fund, realizon. Në 21-32, Mekic tek Jules. Deri në fund, Jules. E fiton duelin me Green për të realizuar. Nga 7 nga Jules. Jordan Johnson. Jordan Johnson e shfrytëzon shpejtësinë e tij ndaj Jetmir Zeqirit, por nuk arriti të realizon. Gjithçka e pastër sipas gjyqtarëve. Mbrojtje e suksesshme mund ta konsiderojmë nga Jetmir Zeqiri. Kohet Jules, pen topin tek Taylor, gjuan për 3 nga një largësi e madhe, nuk arriti të realizon. Topi përfundon në duart e Malcolm Armstead. Ardan Berisha gjuan për një tjetër treshe. Topi përfundon në duart e Edwards. Gjithsesi vëmendshëm në mbrojtje Berisha, e vjedha top. Edwards nga gjysmë distanca, asaj nuk qëllon. Shkon ai top DC deri tek Zeqiri, i cili nuk arriti të e pranon topin, por e humb topin edhe Berisha, teksa Adem Mekic realizon për 3 pikë. Time out i kërkuar nga trajneri Greg Gibson. 26-32 shkrije të bërësia e Peos. Në vetëm 6 ishte plus 15 gjatë çerjeku të parë. Më të vëmendshëm në këto momente lojtarët e Borës e nisin çerjekun e dytë me seri prej 9-2. Kthehemi pas pak pas time-outit.
e kthejnë lojtarët në fush, pas time-outit të kërkuar nga trajneri Greg Gibson, nësa po e shohim edhe performancën e Green, 10 pikë të tij, 3 kërcime, me i dalluari në fush deri më tani. Seri prej 9-2 e Borës në start të çerekut të dytë. Armstead të Green. E fiton personalen aty. Green. Personale e Rënukajt e shfrytëzoi atë lëvizjen duke e fituar personalen, kërkoi kontaktin. Shohim ndërsa performancën e Jules të Bora, më i miri me 8 pikë. Armstead, Jordan Johnson. Edhe njëre këtën topin tek Armstead, Dardan Berisha i lirë gjuan për 3, realizon kapiteni. Trisha e ti e dytë sëd. 3-2. Gavia për 3. Vjen dëbërtimi në anën tjetër. Adem Mekic, fantastik. E qenë koridorin. Realizon. Jordan Johnson. Armstead. Hendon. Nuk arriti të realizon Hendon. Mekic. Erik than topin tek Taylor. Ndal udhëheqjen e topit, nuk pati zgjidhje tjetër, e kthen tek Ukaj tani. Mbrojtje mirë e Green gjithsesi. Ka lojë me këmbë. Me lojë tek Bora kthehen Singleton dhe Mehmeti në vend të Taylor e Rënukajt. E ka shkelur vijën Mekic me gjaz. Topi humbur i Prishtinës. Topat e humbur në ndeshjen kundër Prishtinës. Sikat Prishtinës pra ishin vendimtare. Bora, dërsa dhe sot tashmë i kanë 10 topa të humbur. Sion i bukur Berisha për Green që shkon deri në fund, nuk arriti të realizon. Në anën tjetër vjen tentimi për 3 pikë i Rezart, Mehmetit nuk arriti të realizon, kthehet tupi në duart e Adem Mekic. Singleton vazhdon lufta e Armstead me Jetmir Zeqirin në kosh, dëgjuan për 3 pikë Adem Mekic, tjetër treshe e tij. Realizon Mekic. 2-2 për treshe, 31-35 në anën tjetër, s'ka përgjigje nga Green. Vetëm plus 4 peja, Mekic, bukur tek Zeqiri, nuk qëllon nga ana e kundërt, ngatrohen me top aty bashkë me Jules, teksa Green deri në fund me ngulitje e përfundon aksionin. Mekic. Për treshe do gjuan tani Jetmir Zeqiri, edhe ai qëllon treshen. Green deri në fund nuk arriti. Por e përmirëson vetën 34-39. Shumë më interesante bëhet kjo ndeshje në çerekun e dytë. Singleton, Mehmeti për një tjetër treshe, nuk qëllon, por shini Adem Mekic ishte me lartë në kërcim, nuk pati faull sipas gjyqtarëve, nuk ka treshe as nga Jordan Johnson në kundërsul. Singleton, Zeqiri, Mehmeti për 3, nuk është i sakt. Endon tek Jordan Johnson për 3 dëgjuan Dardan Berisha për t'i zgjidhur gjërat kapiteni. Kujdeset në këto momente, 34-42, një iniciative skuadrës së Borës që u afrua në 34-37 gjithsesi. Përgjigjet peja 2 treshe të Dardan Berishës dhe rikthehet tashmë
e përsia prej 8 pikëve. Kemi time out të kërkuar kur janë edhe 4 minuta e 11 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kthehemi pas time outit. Do të shojmë a do të ketë përgjigje tani skuadra e Burrës. Patën një iniciativë me ato treshe që po i realizonin prishtinasit. Gjithsesi edhe një herë i kthehet tepërsia prej 8 pikëve tek Pea. Sarojmë në çerekun e parë, ishte plus 15 ekipi Pean. Mehmeti do të tenton edhe një herë realizon Rezart Mehmeti. Në duelin para prak ishte 4-4 për treshe Mehmeti. Berisha për të përgjigjur, kësaj radhe jo, teksa nuk e arrin top. 37-42. Herndon ullet fletën në loj me një peshe më të shkurtër. Tani po luan trajneri Gibson, para prakisht luajtë edhe me Herndon edhe me Edwards. Mekic, Singleton, Mehmeti i gjen depërtimin, shkon deri në fund. Rezart Mehmeti, fantastik në këto momente. 39-42, top i vjedhur nga Singleton, nisë shpejt në kundërsul, por Jules nuk e kontrollon pasimin. Nuk arriti të e kapa top. Jules patën mundësin që edhe më tepër të shkrin avantazhin e pejanëve prishtinasit. Jordan Johnson tek Musab Mala. E ndalë zhvillimin e aksionit Jetmir Zeqiri. Ullet për pushuar Dardan Berisha, që është koshashnuesi i dytë më i mirë tek skuadra e Peës me 9 pikë, pas Green që i ka 14. Shajt update tek Armstead. Mala ka faul nga Mekic, e ngrit me një ardorën. Adem Mekic. Tjen 2 të lira për Edwards. Qëllon Edwards në tentimin e tij të parë. E qëllon edhe të dytën. Edwards për 39-44. Pak se 3 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Adem Mekic deri në fund e shfrytëzon Hutin. E mbrojtje së Peës, me një herë e gjen korridorin depërton me të vërtet fenomenal Adem Mekic, larg më i miri, 14 pikë, 6 kërcime, 5 asistime të tij. Në anën tjetër përgjigjet Jordan Johnson për 41 me 46. Mekic. Pa presionin e Armstead. Mehmeti edhe një herë deri në fund. Sajro adhe ndoalit me personale, do t'jenë 2 të lira për të. Index turbinat në këto momente, Rezart Mehmeti.
Pas asaj treshe edhe depërtimit para pragit 5 pikët e tij. Tjetër neve 2 të lira. Nuk qëllon në tentimin e parë. Në të dytën është i sakt Mehmeti. Mbetet në lojë edhe më tej skuadra e Borës nuk po ja lejon më Pejës atë shkëputje që e pati në çerekun e parë 42-46. Mala nuk shkon pasimi, mbrojtje tjetër e mirë. Mekic e kthen tek Singleton, deri në fund Singleton e detyron trajnerin Gibson të kërkon time out. E thash edhe në fillim, me shumë më tepër energji skuadra e Borës në këtë përballje, duket që ndryshimi i trajnerit ka ndikuar në këtë gjë, duke marrë parasysh paraqitjen e Pejës në 2 takimet e para ishin fenomenal dhe definitivisht sonte deri në këto momente është për të përgëzuar loja e skuadrës së Borës. Vetëm +2 Peja. Rikthehemi pas time-outit. E shohim performancën e Adem Mekic, 14 pike, 2-6 i ka shtuar, 6 asistime, 6 kërcime. Edwards deri në fund shkon. Ishte mbrojtje, pra pressing gjithë fushën nga skuadra e Borës, por lehtë e kalojnë pejanët për 44-48. Për pak sa nuk e humba top Zeqiri. Singleton i shpejt realizon edhe njerë shkrirë në 2 avantajë, 26-48, 1-22 deri në fund të pjesës së parë. Fletton tek Jordan Johnson. Johnson dalet, nuk ka hapësirë për debërtuar. Armstead, bukur tek Edwards që shkon deri në fund, realizon edhe ndalet me personale nga Rezart Mehmeti. Shohim edhe njerë asistimin e Malcolm Armstead për Edwards. Personalja e dytë e Rezart Mehmetit. Nga 2 personali kanë edhe Ukaj Jules. Mekic e Jetmir Zeqiri tek skuadra e Borës. Qëllon Edwards. Nga vija e gjuajtje së lirë për 46-51. Tani kemi zëvendësim tek skuadra e Borës, u lën Zeqiri dhe Jules. Në shohim presionin në mbrojtje edhe të Peja tani, por vetëm në fillim deri sa rikthyen topin në lojë. Prishtina se Singleton e ka presionin e Musab Malës. Rezart Mehmeti do të gjuan edhe një herë për 3 pikë. Edhe një herë i sark. Mehmeti 49-51, minuta e fundit e pjesës së parë. Jordan Johnson, Musab Mala për të përgjigjur. Realizon edhe Mala. I përgjigjet trishës së Rezart Mehmetit. 49-54. Singleton. Mekic dëgjuan edhe ai për 3. Nuk qëllon as Ukaj nuk arriti të e përmirëson, teksa Fletton ka luajtur i fundit.
Kërkon time-out trajneri Lorik Llokuqi. I ka 14 sekunda në dispozicion, teksa janë 15.3 deri në përfundim të pjesës së parë. Do të përgatit ndonjë skemë për të shkuar deri në fund, gjithsesi rikthehemi pas time-outit për të shikuar nëse do të arrijnë skuadra e Borës të shkrihen edhe më tepër Epërsin apo Peja me ndonjë kundërshtim të realizon për të shkuar në pushim me Epërsi më thellë. Pra 15.3 deri në fund, Shojma du të arrijë Bora që të shfrytëzon këtë sulm. Pas time-outit të kërkuar nga trajneri Lorik Llokuqi. Jackson tek Singleton. Mekic. Jackson. I fundit ka luajtur Mala. Jackson, Singleton, dëgjuan për 3, nuk arriti të realizon, Ukaj në sekundat e fundit nuk qëllon, përfundon pjesa e parë 49-54, Epërsi prej 5 pikëve e Pejës, pavarësisht faktit që e pati Epërsin deri në plus 15 në qerekun e parë, një qerek i dytë shumë më i mirë i skuadrës së Borës, po e shohim 32 pikë të realizuara nga Bora në qerekun e dytë. 24 të Pejës ndikuan që të shkrihet avantazhi në fund të pjesës së parë. Shkojmë me pak marketing për të u rikthyer me pjesën e dytë.